ti s'erdhe këtu të më japësh dorë. Edhe këtë herë që nuk do të kritikoj, nuk erdhe. Kritikat vjen apo shokun e vet, procesi të parë, faleminderit. Ha? Po vjen, ha? Skunder, donë. Hajde në të pjek një qikë. Me ri unë nga ti. Jo, e një. Nga të gjithë në ti. Jeni ju. Ju në ipni forësën e verinia. Se ne të ashti, po në lëmë, vash a vash. Po, që kur ke vajtë urtim, duket mua, atje në zërin e popullit, shofë disa ndryshime të kënaqshme, pse I jep me probleme edhe ku ekzistojnë këta probleme. Dhe trajtimi I problemit nuk është shumë I gjatë, është I shkurtër. Kjo ka rëndësi të madhe, pse nga çdo në ato tituj, vjen konkretisht përse bëhet fjalë ku janë të metat dhe zhvët bërë. Prandaj, këto kohët e fundit më duket mua se është bënë kjo. Hape atë? Thëm njeri me tjetrin e shumë. Rindi, po natyrisht. Edhe është një... Natyrisht. Besoj se të gjithë duan, mbase se kam dhe shumë drejt, po që edhe kështu si janë të shkruara, si kur kupton edhe disa frazat hikin, fraza të përgjithshme, do të jetë akoma më mirë. I bijim problemit në kokë, edhe nuk na tërheqin vëmendjen, kupton disa frazat të dëgjuara shumë herë. Kurse ka reportazhe, kupton, ka disa probleme të tjera që duhen në faqen e dytë, në faqen e tretë, natyrisht nuk mund të evitohen ajo gjatësia e temës. Po, është mirë. Natyrisht kjo ju detyrohet. Ti edhe të gjithë bashkëpunëtorëve tuaj atje. Po ti s'erdhe këtu të më japësh dorë. Edhe këtë herë që nuk do të kritikoj, nuk erdhe. Kritikat vjen apo shokun e vet, procesi të parë, faleminderit. Kritikat vjen apo? Mirë. Unë edhe se jam qik më kam përgjegjësi shumë të madhe nga këta, unë tash kështu një qik. A hajë se të mban kurioziti edhe kritikat. Tashi, këtu janë tre probleme, po të tre janë të bujqësisë. Prandaj, I marim së toku, së është nevoja të I zoptojmë. Dakord jemi. Dakord. A herë, si procedura e përhershme, shpjegime, po të doni të kërkoni, shokjes ministrë dhe shokut ministrit financas, dhe mbas andaj, diskutojmë nëse kemi një mendim për ta plotësuar këtë projekt vendim që kemi përgatitur.
Kisha dy pyetje, shokën Verti. Pyetjen e parë kisha, që rol do të luaj krediti dhe banka bujqësore për stimulimin e prodhimit? E bëj këtë pyetje se nga një të dhënë që kam, gjatë 6 vjetëve, 75-81, janë dhënë 520 milion lek kredi me afat gjatë dhe ose pak kthim. Për këto rreth. Ty i kësaj ndërsa bujqësore. Në çdo drejtim është përdorur kjo. Dhe është kontrolluar apo jo efektiviteti i tyre nga banka jonë bujqësore. Kjo ishte pyetja e parë. E kripur. E kripur kjo. Po prandaj thash se. Pyetja e dytë. Në studim thuhet se do të ngadalësohet ritmi i hapjes tokave të reja, duke realizuar 25 deri në 30% të planit. Edhe shpjegohet që bëhet me qëllim që të investojmë ato para për një sistemim dhe përmirësim më të mirë të tokave. Pyetjen e kam këtu unë. Ka ndodhur ndonjë fenomen i ri që u kujtuam tani për këtë gjë? Se par vjetë aprovuam planin. Dhe thuhet se nga ky veprim do të arrihen dhe të i kalohen detyrat e planit, bile, megjithëse s'do të hapim 75% të tokave, 20% do të i kalohen objektivat e 5 vjeçarit. Tashi në kartë apo në vërtet do të... Jo, unë po e them ashtu si e kam shkruar atëherë, desha ta mbaj. Mos mbetemi edhe pa toka dhe pa sistemim? Këto ishin dy pyetjet. Mirë, kjo është një problem me rëndësi shoku Kyriako, i pari. Ka e parë më duket mua, i përket të tyve, po sidomos bankës bujqësore. Që jep këto kredi, që kontrollon këto investime. Më mirë ju përgjigemi një nga një, se sa të gjithave stop. Këtu unë besoj se nuk do të jesh një gjendje konkretisht në ashtu, se është e vështirë se është me shifë. Një problem shumë i gjerë, po si do qoftë. Jo, vetëm një gjë, shokun Ver, më falni. Një përgjigje mund na jap shoku Kyriako, për arsye se këtu, në raportin që na jepet, do më thënë, flitet pikërisht për këtë që do të ndihmohet me kredi, do të ndihmohet me këto, kjo duhet këtë arë si rridhimi një studimi që duhet kënë bërë këta shokët. Shifra sigurisht masës mund të ketë edhe këshu fare, po... Drejt. Ki, shoku Kyriako sa të mundi të japin një ashtu të qartë. Por unë këtu në diskutimin tim, kisha çështjen që duhet të na bëhet një raport, posaçërisht për këtë. Do me thënë, dhënia e kredive ka infektuar dhe në sa ka infektuar në çështjen e ngritjes së nivelit të rendimenteve, të kulturave, efektivitetin e dhënies të kredive. Më mirë ta them ashtu si thotë.